Ashtu sikur se çdo vit, në portin e jahteve në Oricum, u organizua aktiviteti në kuadër të festës së Republikës së Italisë. Me këtë rast, konsullata e përgjithshme e Italisë në Vlorë mblodhi dhe bëri bashkë të ftuar special, italian dhe shqiptar, nëpërmjet të cilëve personalitete të institucioneve më të larta. Në podiumin e mbajtjes së fjalimeve me këtë rast, aktiviteti ka paraprir fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetjes së konsullës së Italisë në Vlorë, e cila uroi me këtë rast të ftuarit për një miqësi sa më të mirë e më të frytshme. Një përshëndetje që në qendër ka patur mbi të gjitha frytet e miqësisë mes Italisë dhe Shqipërisë, dy popull miq dhe afër njëri tjetrit. Celebriamo il 2 giugno ritornando con la mente. Festojmë këtë datë 2 qershori duke risjellë në memorie qershorin e 1946-s, kohë kur italianët e për herë të parë dhe gratë italiane u thirrën për të vendosur mes Republikës dhe Monarkisë, e duke zgjedhur të ishin një republikë. Questa data ha segnato l'inizio del Kjo datë ishte piknisja rrugëtimit të vendit tonë drejt demokracisë, që sot më tepër se kur përballë gjithë sfidave të kohës. Che le notizie e la stampa purtroppo ci danno ogni giorno, necessita del contributo. Kërkon angazhimin e gjithkujt për ta mbrojtur atë. Kemi arritur progrese të rëndësishme, por ne si shoqëri na mbetet ende shumë. Realiteti sotëm na vë përballë sfidave globale të vështira, por që na bëjnë edhe më të fortë. Che in molte circostanze ha dimostrato di essere proprio la nostra forza. Është bërë tashmë traditë prej vitesh festa e Italisë të mos konceptojë dot pa prezencën e italianëve dhe shqiptarëve, të cilët përveç se i lidh ngushtë puna, i lidh edhe dëshira për të shkëmbyer eksperienca e për të lidhur miqësi mes njëri tjetrit. Porti i jahteve në Oricum, vendi i përzgjedhur edhe këtë vit për të kremtuar festën e Italisë, ka bërë bashkë personalitete shqiptare dhe italian, ndërsa aktivitete për këtë datë rëndësishme të Republikës të së dielës në mbrëmje.